vazhdonin luftimet të ashpërta me forcat maqedonase nga të gjitha drejtimet. Tanket provonin që të gjejnë pikën më të dobët. Kishin tentuar edhe nga udha e qerrës, por UÇK-ja kishte vendosur pika mbrojtëse në drejtim për nga bëheshin tentimet më serioze dhe njëkohësisht edhe më të rrezikshme për frontin tonë. Duke parë këtë rrezik të lartë, aty kishte pas marrë pjesë edhe Afrim Kalanica me luftëtarë të tjerë, të cilët kishin sulmuar disa herë tanket duke i detyruar të tërhiqen mbrapsht dhe ta mbajnë një distancë të caktuar, së paku aq sa armatimi që posedonin bashkëluftëtarët tanë kishte efektin e duhur. Lufta është artë në vete dhe postjerave si detyrë primare e ka leximin e hapave të armikut para se të ndërmarrë dhe njëkohësisht maqjen e forcave sulmuese dhe mbrojtëse. Shpesh ndodh që sulmi të jetë mbrojtja më e mirë. Arroganca dhe bilvërësimi i forcave të veta, ata i shtynte që të mos ndërpresin tentimet dhe disi nuk mund ta kuptonin se si nuk po mund të depërtonin në vijat frontale, kështu që Katmulef e zbrazin duke gjuajtur masovikisht fshatrat, pa kursyer asgjë dhe me të gjitha forcat bombardonin edhe pozicionet, por po ashtu edhe vetësërimet civile. Që herët në mëngjes me 7 maj, tanket e tyre provuan t'i afronin ballit frontal nga fshati Opaj. Disa tanke u drejtuan drejt pozicioneve tona me një furi të paparë, por sërish Hoxha njërin e goditi me mortaj, ashtu që e dekorajoi dhe filluan sërish të tërhiqen nga krahu tjetër. Por sikur po provonin të gjejnë një pikë të dobët. U erdhi në ndihmë edhe helikopteri Mi-24, duke lëshuar raketa në pozicione, por edhe në prapavi, kurse këtë sulm e shfrytëzonin edhe mitralozët e tyre të vendosur mbi tanke dhe snajperët nga prapavia e tyre, nga plumbat e të cilëve kishte pësuar Afrim Kalanica, dëshmorin nga Kosova. Ditët e këtilla janë të paharrueshme, bën që njeriu të mos largohet krejtësisht nga ato momente, sikur të përcjellin gjithmonë duke kryer emocione të përziera dhe pshurie dhe po ashtu krenarie. Luftëtari për luftëtarin ndjen dëmshuri të paimagjinueshme edhe pse mund të mos ketë qenë prezent gjatë rënjes, dashmor të dikujt në front, sepse empatia është shumë e fuqishme. Ajo të kalon momentet e zakonshme, bëhet një lidhje që nuk këputet kurrë. Luftëtari në front, familje më të afërt i ka shokët e vet. Altruizmi që ndodh në betejë e të kalon edhe atë të prindërve, të gjithë shndërrohen një trup të vetëm. Lufta është gjendje jashtëzakonshme, jo vetëm në aspektin e rendit dhe qetësisë, por edhe në dimensionin emocional dhe shpirtëror. Krijon momente që kurrë nuk mund të inskenohen në kohë jo lufte. Ato mund të aktrohen nga aktorë profesionistë dhe të inskenohen nga regjisorë të famshëm. Por padyshim mbeten vetëm si një kopje zbet e asaj që ka ndodhur në rrethana lufte.